Bismillahirrahmanirrahim. Të gjitha falenderimet janë vetëm për Allahun, Zotin e gjithësisë, dhe salavatet mbi Muhammedin alayhis salam në ditën e Xuma të datës 3 korrik 2026 apo 18 Muharrem 1448 Hijri. Pa pikë dyshimit, secili njeri është gabimtar. Mu për këtë sot po përkujtoj diçka për gabimin. Vëmendja besimtarit duhet të fokusohet rreth asaj se a e bën gabimin me qëllim apo jo. E gabimi me qëllim, njeriu duhet të ketë shumë kujdes, se nganjëherë atë lloj gabimi mund ta bëj edhe me pretekstin e përcjelljes së disa traditave të popullit, të cilat po ashtu mund të jenë të gabuara. A ju kujtohet fakti se arabët para islamik kanë mbytur fëmijët e vetë vajza si rrjedhoj e traditave që kishin. Andaj, para se të veproj, duhet besimtari mirë të mendoj sa a është duke bërë diçka që është e drejtë apo jo. Gabimi, ose ndryshe mund të themi mëkati, mund të ketë brenda vetes dritë të fshehur, nëse ato gabime çojnë robin drejt pendimit për ulësisë dhe kthimit të sinqertë tek Allahu. Në këtë rast, njeriu mund të dalë nga mëkati më i pastruar, më i fuqizuar dhe më i përgatitur për devotshmëri të thellë. Historia e Ademit alayhis salam është dëshmi se mëkati që vijohet me pendim është bë themel i një lartësie shpirtërore të re. Ai ngjall në zemër dëshirën për korrigjim dhe përmirësim. Mu siç ndodhi edhe me Omer ibn Khattabin pas ditës së Hudejbijes, i cili më vonë tha: unë bëra vepra të mira për ta kompenzuar atë që bëra në të kaluarën. Njerëzit nga natyra e tyre janë të prirë për gabime, madje edhe më të devotshmit. Muhamedi alayhis salam ka thënë: Allahu i ka caktuar birit të Ademit pjesën e tij të kurvërisë. Kurvëria e syrit është në shikim, kurvëria e gjuhës është në të folur. Shpirti dëshiron dhe kërkon, dhe organet intime i pohojnë apo i mohojnë të gjitha këto. Këtë hadith pra shënon Imam Buhariu dhe Muslimi. Nëse këtu u habitët pak, ja dhe një hadith tjetër për analizë. Pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im. Nëse ju nuk do të mëkatonit, Allahu do t'ju zëvendësonte me një popull që do të mëkatonte, e pastaj do të kërkonte falje nga Allahu dhe ai do ta falte. Hadithin e transmeton Imam Musliu. Gabimi me pendim dhe reflektim nuk është fundi i rrugës. Është një derë që hap mundësinë e ripërtrirjes së afërsisë me krijuesin. Muhamedi alayhis salam në të kundërtën ishte i friksuar se sikur të mos ishte kjo, do të vinte një e keqe edhe më e madhe, e ajo është mendjemadhësia. Një burr i pasur zbuloi substancën që shlyen te gabimet e shkrimit nga letra dhe nëpërmjet të saj fitoi pasuri, duke përfituar jo vetëm vetë, por edhe nga të tjerët që kishin bërë gabime po ashtu. Këto shembuj na kujtojnë se kur përballojmë gabimet me kreativitet, ata mund të shndrohen në mundësi për të dobi. Duke njohur dobësinë e lindur të njeriu ndaj gabimeve, në vend që të humbas shpresën, shpirti mbledh vendosshmërinë për pendim, frenohet nga përsëritja e gabimit dhe i kanalizon energjitë e tij drejt rifillimit. Gabimet janë mësues të hershtur që tregojnë rrugën drejt pendimit dhe dritare për të kuptuar kufit e natyrës sonë njerëzore para madhështisë së Allahut te bareke ve teala. Si përfundim, secili ka përpara dënimin dhe shpërblimin. Dënimi është paralajmërues dhe frenues, kurse shpërblimi është çmim dhe frymëzim. Në trajtimin e gabimeve, merrni të dyjet, sepse ato veprojnë së bashku, ashtu që ta udhëheqin zemrën drejt asaj që është e drejtë. Allahu xhaleshanuhu na i pranoft ibadetet e kësaj dite madhështore, na përfshift dhe na mbuloft me mëshirën e tij të paskajshme dhe na bashkoft përsëri në legjëratat e radhës dhe në xhuman e radhës.
Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.